Kur kreu I kontrollit të lartë të shtetit Arben Shehu doli para deputetëve dhe deklaroi se prej gati 2 vitesh KLSH nuk lejohej të ushtronte auditim në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, alarmi ishte I qartë. ASHK ishte kthyer në një institucion të mbyllur ndaj kontrollit kushtetues, ndërsa drejtuesit e saj refuzonin të hapnin dyert audituesve. Sot raporti I KLSH-s tregon se çfarë fshihej pas këtij bllokimi. Dokumenti nxjerr në pa një panoramë alarmante të moszbatimit të rekomandimeve, mungesës së përgjegjshmërisë dhe shpërfilljes së detyrimeve ligjore në pothuajse të gjitha drejtoritë më të rëndësishme të kadastrës. Shifrat janë tronditëse. KLSH ka lënë 359 rekomandime, nga të cilat 98% janë pranuar por vetëm në letër. Në praktik, vetëm 18.5% e masave organizative janë zbatuar, vetëm 4.7% e masave për administrimin e fondeve kanë gjetur zbatim, ndërsa bilanci për përgjegjësinë administrative është pothuajse skandaloz. Vetëm 0.7% e masave disiplinore janë zbatuar, që do të thotë se 99.3% e tyre kanë mbetur të pazbatuara. Në vend që rekomandimet e institucionit kushtetues të auditimit të shndërroheshin në masa konkrete, ato kanë mbetur letra pa asnjë vlerë. Raporti tregon se problemi nuk është I izoluar, por shtrihet në të gjithë strukturën e kadastrës. Në Tiranë veri, 18 nga 19 rekomandime organizative nuk janë zbatuar. 4 rekomandimet financiare nuk janë zbatuar asnjëherë, ndërsa 24 masa disiplinore kanë mbetur të gjitha në sirtar. Në Tirana Rurale 2, panorama është edhe më e rëndë. Nga 32 rekomandime organizative, 22 nuk janë zbatuar, ndërsa 10 nga 11 rekomandimet për administrimin e fondeve kanë mbetur të pazbatuara. Edhe 31 masa disiplinore nuk janë ekzekutuar. Në Tirana Jug, vetëm një rekomandim organizativ rezulton I zbatuar plotësisht, 12 nuk janë zbatuar. 5 janë zbatuar pjesërisht, ndërsa 18 masa disiplinore kanë mbetur të gjitha pa u zbatuar. Në Tirana Rurale 1, 23 masa disiplinore nuk janë zbatuar, ndërsa në Kamës Vor kanë mbetur të pazbatuara 22 nga 32 masa disiplinore, bashkë me një pjesë të konsiderueshme të rekomandimeve organizative. Në pothuajse çdo drejtori të audituar, KLSH konstaton të njëjtën skem. Nuk janë hartuar planet e veprimit për zbatimin e rekomandimeve, nuk janë dërguar raportet e detyrueshme dhe janë shpërfillur detyrimet që burojnë nga ligji për kontrollin e lartë të shtetit. Ky raport merr një tjetër dimension nëse lexohet së bashku me deklaratat publike të kreut të KLSH-s. Arben Shehu ka denoncuar se ASHK ka bllokuar prej afër 2 vitesh çdo auditim të plot, duke I kërkuar kuvendit të ndërhyjë për të rikthyer funksionimin normal të kontrollit kushtetues. Në të njëjtin raport, KLSH evidenton se 27.023 vendime gjykatash dhe të Agjencisë së Trajtimit të Pronës vijojnë të mbeten të paregjistruara, se 11% e ankesave në Shqipëri lidhen me çështjet e pronës, ndërsa audituesit kanë konstatuar edhe raste të tjetërsimit të pronave me dokumente dhe firma të falsifikuara në zonën bregdetare. Ndërkohë mbi Agjencinë Shtetërore të Kadastrës rëndon edhe një tjetër front. SPAK ka ndërmarrë veprime hetimore për çështje që lidhen me administrimin e pronave, përfshirë sekuestrime në zonën e Imarës, ndërsa hetimet janë fokusuar edhe mbi dyshime për skema të paligjshme regjistrimi dhe legalizimi pronash. Pra fakti që Lorena Goxhobelli mbyll derën KLSH-s dëshmon qartë se pazari është shumë I madh dhe SPAK-i ka aty provat. Aferat me pronat në Shqipëri janë afera më e madhe dhe SPAK apo prokuroritë e rrethave nuk mund të merren me ish drejtor apo disa zyrtar periferik. Të parët që mbushin xhepat janë drejtorët e mdhenj dhe SPAK duhet ta nisë nga Lorena Goxhobelli.